Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sot do flasim pikërisht për situatën në Kosovë, që tash befas është bërë interesante për shkak të krizës, si po ndodh atje, pra krizës së politike dhe zgjedhjeve të reja, të cilat pritet mbahen së shpejti. Shikojmë se çfarë do prodhojnë kësaj radhe për të diskutuar për këtë çështje. Me mua në studio janë zoti Aki Abazi, mirëmbrëma Aki. Mirëmbrëma. Sy Lukshini, ish kryediplomati i Kosovës në Tiranë, sot komentator dhe profesor. Mirëmbrëma Sy, faleminderit se jeni me mua sot. Klementin Mile, pedagog i shkencave politike, mirëmbrëma Klementin. Plator Nesuri, koleg, ish diplomat, mirëmbrëma Plator. Po, ndërkohë do doja ta nisja në fakt bisedën me Kërshit Çollakun, mikun tim dhe ish deputet këtu në Tiranë, ish diplomat patjetër dhe ish këshilltar i presidentes Osmani deri në ditën e fundit. Kërshnik mirëmbrëma. Faleminderit që faleminderit që edhe ko me ne si situatë interesante politike në Kosovë, fal ish shefes tënde, me sa duket. Kosova në fakt është interesante politikisht, vazhdon të merret më interesante se Tirana jonë, dhe këtë do them në eksperiencë personale. Por po, është një situatë interesante, duket një lloj komplikimi politik i cili patjetër do kërkojë një zgjidhje sovrane që është bota e njerëzve. Por cili është pozicioni i zonjës Osmani Kërshnik kësaj radhe? Pra se duket që të themi lëvizja e saj ose evidentoi situatën e politike ose e ndryshoi atë. Vjosa Osmani, që nga dita kur dorëzdoi në mënyrë totalisht të respektueshme dhe krejt normale mandatin, është angazhuar në një fushat, siç e quhen ajo, dëgjuese, me gjithë ata njerëz që e kanë mbështetur, votuar, dhe këtë muaj praktikisht e ka zhvilluar në këto takime dhe kontakte. Në bisedë që kam patur me të, pavarësisht këshillave, ka thënë shkoa që unë dëgjoj njerëzit, dhe pavarësisht që njerëzit janë mësuar të shohin në kostumin e presidentes, në zyrë, Vjosa ka qenë dhe mbetet një politikane të terrenit, i ka ruajtur lidhjet me kontaktet e saj, me mbështetësit e saj, qoftë nga ata të vjetër në LDK, qoftë të ri, dhe këtë po bën në çdo komunë, në çdo derë, në çdo shtëpi. Dje kemi qenë Lipjan, po thamu nesër jemi në Pej, dhe kështu e ka zhvilluar. Derisa të mbi në momentin që besoj është çështje pak ditëve, sepse zhvillimet e imponojnë, për të marrë një vendim politik të formatit që ajo do të ballafaqohet në sfidën elektorale. Për riktimin LDK. Si thot Abdixhiku. Është një vendim që ende nuk e ka marrë. Është një vendim që ende nuk e ka marrë. Është një vendim që po e konsulton vetë me mbështetësit e vet. Pavarësisht këshillave apo formulave që mund sugjerojmë. Po sepse e di pse se kam përshtypjen që listën Guxo pa ajo nuk e kam në kontroll apo jo. Pra nuk besoj që ka një alternativë tjetër, ose të krojë një parti të re politike, ose do të përgjigjet ftesës Abdixhikut për të rikthyer në lidhjen demokratike të Kosovës apo jo. Është në një vlerësim që ajo po e bën. Sigurisht dy janë opsionet, ose një krim në subjektit të ri të vet, nuk bëhet fjalë më për Guxo, nëse ka mbetur diçka nga Guxo, ose në rikthim në LDK. Të dy opsionet janë të hapura, ai do ta vlerësoj, secili nga ne, të paktën njerëzit që jemi afër, bashkëpunëtorët dhe miq, kemi mendimet tona, unë kam një mendim timi, por është një mendim cilin ajo duhet të marrë feedbackun e njerëzve njëherë dhe pastaj ta konsultojë dhe me formulat. Dhe cili është mendimi yt tani në kuadrin me që jetë çliruar nga petku zyrtar? Cili është mendimi yt si ish politikan apo si këshilltar? Sigurisht në gjithë eksperiencën pozitive dhe negative të politikës së Shqipërisë, por dhe me afrinë e bashkëpunimit me të, unë në vlerësimin tim do të isha në favor të një bashkimit të djathtëve, rrugovizëve, një rikthim në LDK, një momentum për LDK-n për të rithirur të gjitha ato kontribuset atje, mbështetësit. Patjetër, unë e di në eksperiencë të parë që këto ribashkime nuk janë të lehta, sidomos kur kanë ndodhur mes ndarjeve, shumë gjëra duhen të kaluar apo lënë me njanë, por mendoj që është rruga më e mirë, më e frytshme dhe më efektive për të dhënë përgjigje një ambicie si ka Vjosa apo siç do i duhet Kosovës. Po, faleminderit. Unë personalisht s'po e fsheh do ta sugjeroja, por vendimi mbetet asaj dhe do ta sigurisht brenda kësaj jave do të kemi. Do ta marrë një mendim. Haki, politika
është dirty business, kuptohet, nuk është një dihet që nuk është një politika dhe morali bashkë nuk kanë shumë lidhje në shumicën absolute të rasteve dhe sigurisht dhe divorcet politike në Kosovë si kudo, si në Shqipëria, më nuk kanë qenë të lehta, kanë qenë me pasoja. Krishniku thotë që zonja Osmani po shërton alternativat, po alternativë në fakt nuk është se ka shumë apo jo, sepse dhe kohë nuk ka shumë. Pra kthimi e Osmanit në LDK duket se alternativa e vetme, po sa e lehtë do të jetë kjo? Tani janë handicapet të cilat duhet adresuar. E para është ajo që përmende, që zonja Osmani me tërheqjen e saj nga LDK ka krijuar listën Guxo, të cilën në proces Kurti ja glabëroi. Si që mori gjitha, në fakt, edhe president. Pa tjetër, dhe në fund ju përmendet aty në hyrjen tuaj që zonja Osmani luajti rolin kyç të përcaktimit datës së zgjedhjeve, që ishte goditja më e rëndë ndaj demokracisë në Kosovë, duke krijuar një përfaqësim në Kuvendin e Republikës që nuk është as real e as i sinqert në përcaktimin e pozicioneve të partive politike. Thënë troq, kjo është një reset, një mundësi e jashtëzakonshme e kthimit tek demokracia funksionale, të cilin Kurti për 6 vite nga pak gur për gur ka tentuar ta shkatërrojë deri në fund. Tani në momentin para se të shkojmë te zgjedhjet, jemi në një moment kur është dekonstruktuar loja e Kurtit për herë të parë duke tentuar që të fus familjen Jashari në lojë, për ta hequr komplet nevojën e një dialogu politik të domosdoshëm me partitë opozitare. Po, se një kandidaturë nga familja Jashari do ta mpinte debatin. Absolutisht, do ta mpinte gjithë trupën elektorale dhe mundësinë e një debati politik. Po, për këtë ndihmoi vetë familja Jashari, pra që u distancua nga momenti dytë i rëndësishëm po ashtu është që Kurti nuk ka pas në asnjë moment vullnet politik për të krijuar institucione të qëndrueshme, funksionale as në kuvend, as në ekzekutiv, dhe kjo shprehet në mënyrë të drejtë për drejtë të qartë me idenë që jemi vetëm 2 muaj pas krimit të kuvendit dhe gjithë ky diskutim do duhet të bëhej në një pako të një marrëveshjeje politike ku presidenti do ishte në qendër të kësaj pune, sepse ishte ditur që zonja Osmani do përfundonte mandatin. Rrjedhimisht asnjë indikacion nuk ka pas që Kurti është interesuar për zgjidhje të qëndrueshme. Vetëm, si themi, lojë të dyfisht e bëri me Jasharët edhe atë duke bërë kalkulimin e plot në interesin e tij që t'ia hedh peshën e gabimit të marrëveshjes së Brukselit dhe Ohrit, një figure të pakontestueshme në nivelin nacional, sepse zbatimi i asociacionit të dakorduar nga Kurti në Bruksel dhe Ohër është çështja kryesore e përplasjes me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sidomos me Bashkimin Evropian, i cili ju gjen pra Kurtit në... Dhe unë nuk do ta kisha reduktuar, këtu kemi bisedu bashkë, në asnjë individ të vetëm çështjen e një sëmundje të thellë cilën sot demokracia në Kosovë gjendet dhe institucionet që edhe ashtu janë të breshta në një shtet kaq të ri, kujdesi maksimal ta shëtutje do t'jetë jo në Vjosa Osmanin, por në formën se si opozita do të përcaktoj pozitat dhe projekcionet e veta. Nëse flasim për fatin e individit, du ta përfundojmë debatin këtu, sepse për 6 vite po flasim për individ që kanë menduar për veten e tyre. Unë kam paralajmëruar zonjën Osmani si presidente kur kam qenë kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme, që ky është një kurth i jashtëzakonshëm, së cilës duhet t'i përgjigjet zonja Osmani qysh në vitin 2023, kur Kurti filloi ndarjen e pozicioneve edhe me zonjën Osmani, edhe me mua, me gjithë ata që mund të përcaktohen si njerëz të qendrës së djathtë apo të lindur në frymën e presidentit Rugova. Njëjtën gjë, zonja Osmani nuk e ka kultivuar në vazhdimsi, shpresoj të reflektoj në pozicionin e ri të saj, është ndaj opozitës. Unë kam qenë një ndër kundërshtarët më të mëdhej të qeverisë atëhershme të Thaqit, por edhe të Isa Mustafës në një moment,
pikërisht për shkak të mungesës së Ju keni lind kritizar, se pastaj u bë dhe kritik në qeverisë Kurti. Po, patjetër, sepse ideja është se ne duhet kalonim nga tranzicioni politik i një demokracie që fitoi pavarësinë në një demokracie e cila bën zhvillimin e Kosovës. Nuk lejon degradimin ekonomik, Kurti premtonte se do ta ndërprerë privatizimin, se do bënte rikthimin e çështjes demarkacionit edhe të çështjeve tjera dhe pozicionimit me politika, jo me retorikat kota çfarë ka përdorur edhe ndaj Serbisë. Dhe nuk ndodhi asnjë nga këto gjëra, na u ndalën njohjet, zhvillimi ekonomik është më i vogli, varfëria në Kosovë është më e larta në Europë, dhe vazhdojmë realisht sot me inflacionin më të madh në Europë. Krejt këto na bëjnë që të shohim zonin Osmani, zotin Abdigjiku, edhe Bedri Hamzin nga PDK-ja, nëse do ketë reflektim e para në formën e gjuhës së opozitës, përcaktimin e kauzave, dhe e dyta unifikimin e plot në përcaktimin e standardit të deputetëve të rinj që do vendosen në lista, sepse nëse jemi të interesuar të kemi demokraci false me njerëz të cilët nuk plotësojnë as kushtet minimale të ulen në karriget e Kuvendit Republikës, atëherë debati demokratik do të filloj i vdekur që nga fillimi, sepse